Horoskopi për ditën e premte 15 maj 2026. Dashi, në pjesën e parë të ditës do të jetë në provë durimi yt. Do të ndjesh sikur përgjegjësitë po të zënë frymën dhe mendja do të rritë tek qefi, por mos u dorëzo. Bëj pak kujdes me gjuhën. Sot kritika jote mund të vrasë më shumë se shpata, ndaj mos u bëj merak për çdo imtësi. Lajmi i madh vjen nesër. Hënë e re dhe po përgatitet një cikël i ri pasurie për ty. Sot është dita për të mbyllur kapijtë e vjetër dhe për të pastruar kokën nga dyshimet. Mos nis asgjë të re, thjesht bëj gati terrenin sepse suksesi po të pret tek pragu. Ti je lideri, ndaj vepro me mençuri. Demi, ti je shenja që do të shkëlqej më fort se të gjithë për këtë ditë. Edhe pse mëngjesi mund të gjej pak të ngarkuar me mendime të shkuara apo stres financiar, mos u shqetëso. Yjet të thonë se po vjen një kthes e madhe. Një ide gjeniale për parat do të shkrep në mendje. Hëna e re lind në shenjën tënde që do të thotë se po nis koha jote e ardhmë. Merre shtruar, pusho dhe duaje veten ashtu siç je. Mos u nxito të bësh hapa të mëdhenj tani. Kjo është qetësia para stuhisë së mbarësisë. Bëu gati të pushtosh botën sepse fati është duke të buzëqeshur. Binjakët. Të dashur binjak, sot është ditë llogarisht të sakta. Në mëngjes do të duhet të korrigjosh ndonjë gabim në punë, ndaj hapi syt mirë. Mos u mërzit nëse sheh vetëm pengesa në fillim. Pasdite energjia jote do të ndryshojë totalisht. Do të ndihesh më i frymëzuar nga miqtë dhe projektet të mëdha që do të fillojnë të marrin formë në kokën tënde. Por vëre vath në vesh, me hënën e re, trupi dhe mendja jote kanë nevojë për pak qetësi. Mos u lodh kot duke vrapuar pas të tjerëve. Mbyllë derën, fik telefonin dhe kariko bateritë. Jeta jote private do të marrë një shkëlqim të ri shumë shpejt. Gaforja. Në këtë ditë je plot ambicie që të vlon në gjak. Mund ta gjesh veten duke u menduar për karrierën tënde dhe ku po shkon jeta jote. Në mëngjes do të ndihesh pak i rënduar nga pesha e emrit që ke krijuar, por mos u tut. Me kalimin e orëve do ta kesh më të lehtë të flakësh tutje gjithçka që nuk të shërben më. Nëse ke patur gabime në të kaluarën, sot është dita për t'i lënë pas krave përgjithmonë. Hëna po fshihet për të bërë e re, ndaj bëj edhe ti të njëjtën gjë. Pastro shpirtin nga mbeturinat e vjetra. Je në rrugën e duhur drejt qëllimeve të mëdha, thjesht ec me hapa të lehtë. Luani. Sot mund të ndihesh pak i acaruar nga gjërat e vogla si trafiku apo mendimet e të tjerëve që nuk përputhen me të tuat. Mos u merr me debate të kota. Forca jote e vërtet do të shfaqet pasdite, ku ti do të gjesh paqe në marrëdhënie dhe ndoshta ndonjë lajm të mirë për parat. Me që kemi hënë të re, është dita për të mbledhur rrjetat. Mos u hidh në sulm për projekte të reja akoma. Liroje veten nga ngarkesat e tepërta dhe bëj vend për mrekullitë që do të vinë. Ti je lindur për të shkëlqyer, ndaj pusho pak që të rrezatosh nesër. Virgjëresha. Sot përgjegjësi do të bien mbi shpatullat e tua, por kush më mirë se ti mund t'i zgjidh. Mund të marrësh ndonjë kritik apo këshill që se ke kërkuar, por mos e vrit mendjen. Merre si mundësi për të përmirësuar punët e tua. Pasdite mendja jote do të fluturojë drejt ideve të reja dhe inovative. Megjithatë, mbaje veten, sot nuk është dita për të nisur motorët, por për të mbyllur punët e mbetura pezull. Hëna e re e nesërme do të hapë rrugë të reja që nuk e kishe imagjinuar. Shiko përreth me vëmendje dhe përgatitu për një kthes të madhe që po vjen në jetën tënde. Peshorja. E dashur peshore, bëj kujdes nga njerëzit që vetëm ankohen apo të kritikojnë pa të drejtë. Mos i lejo të prishin harmoninë tënde. Në mëngjes mund të shohësh vetëm anën negative të gjërave, por kjo është një gjë kalimtare. Pasdite do të ndryshojë gjithçka dhe mund të gjesh informacione apo burime që të duheshin prej kohësh. Fati mund të vijë edhe nga larg, me hënën e re që po troket, sot ule pak ritmin.
Hiq dorë nga zakonet që të mbajnë brapa dhe bëj një spastrim të përgjithshëm emocional. Nesër do të jesh gati për një fillim të ri më të fortë dhe më të qartë. Akrepi. I dashur akrep, tregohu i butë me veten dhe të tjerët. Mund të kesh tendencën të mendosh negativisht apo të thuash fjalë që nuk i mendon vërtet, por mos u bëj armik i vetes. Pjesa e dytë e ditës do të jap energji për të gjetur mënyra të reja pune dhe jetese. Por kujto, hëna e re do të jetë përballë teje duke hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet e tua. Sot është dita për të qenë vëzhgues, jo veprues. Mbylli detajet e vogla, bëj kërkimet e tua në heshtje dhe lëre botën të rrotullohet. Ti po përgatitesh për një ndryshim të madh që do të lartësoj. Shigjetari. Mëngjes mund të kesh ca vonesa ose keqkuptime që ndoshta do të prishet qefi. Nëse diçka nuk ecën, mos e sforco. Pasdite, intuita jote do të zgjohet dhe do të tregojë rrugën drejt një jete më të rehatshme në shtëpi apo në punë. Kjo ditë është çlirimtare nëse di ta përdorësh. Me që hëna po bëhet gati të rilind nesër, mos u merr me aventura të reja. Gjej ekuilibrin, qetësohu dhe zgjidh problemet që të kanë mbetur hapur. Po hapet një rrugë e re për ty dhe ti duhet ta kalosh atë me mendje të kthjellët dhe shpirt të lirë. Britsjapi. Sot është koha për të rregulluar atë që nuk shkon, jo për të sulmuar në objektiva të ri. Kontrollo mirë mesazhet dhe bisedat në mëngjes, sepse mund të ketë ndonjë hile ose pasiguri që të çon në debate të kota. Pasdite do të ndihesh më i guximshëm dhe gati për të shprehur, por sërish bëj kujdes me hapin. Nesër hëna e re do të jap një hof të madh në dashuri dhe kreativitet. Ndaj përdore kohën për të reflektuar. Mbyll projektet që ke në dorë dhe flakitej tensionet. Je duke u bërë gati për një sukses që do të rrisë vetbesimin. Ujori. Sot rregullat janë miqtë e tu. Edhe pse të pëlqen të dalësh jashtë kornizave, në mëngjes mundohu t'i ndjekësh udhëzimet me përpikmëri për të shmangur pengesat. Pasdite lëre instiktin tënd të lirë sepse idetë më të mira do të vinë pikërisht atëherë. Hëna e re do të fokusohet tek familja dhe shtëpia jote duke të dhënë forcë për ndryshime të rëndësishme. Sot është një ditë perfekte për të lënë pas qëndrimet që nuk të shërbejnë më. Pastro hapësirën tënde, pusho dhe bëu gati për një përtëritje të vërtetë. Peshqit. Edhe pse mëngjesi mund të sjellë ndonjë kujtesë të bezdishme për gjërat që nuk po ecin, mos u dëshpëro. Këto janë mësime të vlefshme për ty. Shmangi vendimet e rëndësishme për paratë apo dashurinë sot, sepse mendja mund të gënjejë pak. Pasdite do të gjesh gëzim në gjëra të reja dhe mësime të bukura. Me hënën e re që vjen nesër, bota jote do të mbushet me interese dhe ide të reja. Sot thjesht lëre rrjedhën të marrë, mos u mundosh shumë. Shijoj qetësim para se të nisë udhëtimi i ri që ju pret pas derës.